Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Sporton. Shtunë dile. Check it out. Mirë se vini në Sporton, jemi natyrisht edhe në valet 103.5 këtu në Urban FM, po ashtu në faqen tonë zyrtare në Facebook dhe në YouTube, si çdo vikend tjetër diskutojmë për sport. E sot kam kënaqësinë me pas një koleg në shoq timin, Lars Veçla, i cili është në një mini pauzë të gazetarisë, megjithatë ka investuar jashtëzakonisht shumë në pjesën akademike edhe është rikthyer prapë në Kosovë për me kontribu. Sigurisht kemi me fol edhe për këtë pjesë, por edhe për sportin vendor ndërkombëtar. Lart, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta janë, zakonisht këtu në për studio u bën një farë praktike që gazetarë, sidomos e lavdojnë njëri tjetrin shumë. Na lesh të krejt. Jo, mas pari po duhet me thonë që është kënaqësi që jam për herë të parë te ja, din se kam filluar me të përcjell sa kom qenë jashtë Kosovës, edhe përcjell sa kështu jo komplet në ashta emisionin, po sekuencat caktume i kom përcjell edhe për mua është jashtëzakonisht kënaqësi me kohën te se di, herën e parë që patëm fol në shkollë të mesme, kemi qenë bashkë në shkollë të mesme, në Gjevë e Dodë, edhe ashtu prej fillimit i kena një farë koneksioni kështu interesant. Edhe na ka bashku edhe sporti edhe pjesa gjeneratës edhe shkollës edhe gjithçka tjetër, edhe vjen mirë që kena mundësi me diskutu, na flasim domethënë pse shumë lehtë kemi kalu flasim çdo herë kur takojmë për sport, është ndoshta edhe një defekt profesional që ne kemi, po nisim edhe pse ndoshta ke qenë larg, pra ke qenë në Kore për me u shkollu në një program të rëndësishëm, master do të flasim pak më vonë, po duhet me ditë sa ke qenë rrjedha, sa ke mujt me përcjellë edhe me disa statuse ke përcjell sidomos në ngjarje që kanë ndodhur, cilat themi ka potëshime në organizime të tjera. Po so ke përcjell si pjesën në sport tash i aktiv, po shoh që shkon në palestra, në stadiume, ose të paktën shkon në televizion. A ka ndryshuar diçka? So që kene ndoshta shumë nga 18 muaj tregoj. Po kam qëndruar 18 muaj, po që dallimi në kohë ka qenë një herë 7 orë, pastaj kur ka ndruar ora 8 orë. 8 orë. Edhe të e pas parasysh që u dash me u angazhu 100% në programin që kom qenë në master, nuk ka qenë e lehtë me përcjell gjithçka që ka ndodhur në Kosovë. Po normalisht i kom përcjell ngjarjet më të rëndësishme, sidomos ngjarjet rreth sportit në përgjithësi, edhe kombëtarës të Kosovës në futboll, në basketbol, sidomos në këto dy sporte, patjetër sukseset në judo gjatë lojrave olimpike, sepse unë gjatë lojrave olimpike kom qëllu në Seul, edhe bëjshin shumë krenar. Kur ndodh këtë diçka, sidomos kur distria, për shembull, Laura kanë arrit medalje, për mua ka qenë një farë krenari edhe një farë mburrje që e bëjsha kështu u frysha te ata kolegët atje që ka qenë për krejt botës. Edhe kish shumë shtete që kur në historinë e tyre s'kan marrë medalje, ose merrshin medalje po një. Edhe na me që ka pak historinë sport, kur i mbledhsha medaljet edhe kur i prezantojsha, sepse kemi pasur edhe prezantime për shtetet tona. Edhe unë mundu sa më shumë me bë prezantime rreth Kosovës. Ka pas shumë çudi, sepse dorën zemër njerëz nuk është që e njohin shumë Kosovën. Absolutisht. Bile unë bëjsha hajgare, shkojsha me Zoom në për prezantime. Isha çeku jemi. Që sot mëna te ekrani. Po që të vogël, po sherrin e madh në sport edhe normal fal judos kryesisht. Edhe kjo jep një lloj marketingu të hatashëm edhe në për institucione akademike që në plan të parë ty duket që s'kan rëndësi, po që rëndësia e tyre është shumë e madhe, sepse prej atij institucioni akademik dalin shumë menaxhera të sportit, e cilët kthehen në shtetet e tyre me kontribu edhe potencialisht bëhen njerëz me ndikim në shtetet e tyre, edhe pastaj ata automatikisht ka njohuri për Kosovën, sepse ti au ke dhënë, ke ushqyme njohuri për Kosovën, edhe kanë një lloj respekti automatik ndaj një vendit që ka tregu diçka, edhe ka njerëz të cilët faktikisht janë profesionista ose e trajtojnë sportin me pasion, edhe nuk është sporti
veç diçka që duhet më kry mrena shtetit. Për shembull, mu më ka ndodh, kom bisedu me, e kom një kolegë për shembull të Myanmarit, Burmas, edhe ata nuk kanë najfar, ata kanë probleme tjera, dorën zemër, kanë probleme politike të brendshme, luftë civile, nuk kanë hiç vëmendje dhe mendje për sport. Edhe në momentin që të ndëgjon ty të fol, ai thot, po jetoj në një shtet kaq të madh, edhe nuk po arri me bë diçka që Kosova, një shtet kaq i vogël, ka arrit me bë në kaq kohë të shkurtë. Tash, okay, ka ato variacionet e veta, ngjyrat e veta, ka edhe shtete tjera që kanë rrinë ashta më shumë me sene ndryshme, po që është krenari, është definitivisht krenari me qenë atje edhe zhvillimet e sportit në Kosovë, që më pyete, me përku që ashtu që ty me dhonë krenari edhe me dhonë material për mburje. Pa diskutim, edhe ke posë edhe qka me bu muhabet, edhe kur je jashtë njërë si vetë, dhe besoj që e ke shiju ma shumë krej kështë suksese. Për me tregu edhe audiencës sonë, pra ke qenë në Seul, ku ke posë, dhe më thonë, pjesën e masterit për menaxhimin e sportit. Po du me ditë çka ka përmbajtur ky program, domethënë për çka është tash ekstra i aftë Learti përveç se je gazetar, çka ka përmbajtur ose kur e ke përfundu, ku e sheh masanej pikat ku mundesh këtë eksperiencë shumë të rëndësishme akademike me shfrytzu në Kosovë. Po du me nis jo të fol për veten, por ndoshta të fol për programin, si mundësi për njerëz të tjerë, për njerëz të cilët janë përfshim në sport në secilën mënyrë. Unë kam qenë si gazetar sportiv, po në sport jenë përfshim jashtëzakonisht shumë profesione hisedar të ndryshëm. Ky program vlen për gjithë njerëz të cilët dojnë me u marrë me menaxhim të përgjithshëm sportiv. Ka fokus të caktuar, fokusi është në qeverisje sportive, në menaxhim të makro sportiv, të eventeve të mëdha, sepse emri i programit është Global Sport Management. Pra, koncentrohet në menaxhimin e eventeve të mëdha sportive, tu fillu prej lojrave olimpike si eventi më i madh sportiv, edhe të shku te kampionatet botërore në sporte të caktuara, edhe pastaj edhe normal redukohet edhe në evente lokale. Gjithsesi, programi ka fokus edhe në marketing sportiv, në sponsorship, në sport law, në drejtësinë sport, edhe në shumë fushat që ndërlidhen me sportin. Sport media është një prej themes, një prej atyne temave kryesore, pikave kryesore të programit. Ka profesor të jashtëzakonshëm, eminent botëror, ndoshta lider në akademi sportive. Tash sporti, na e dim që është studiu si shkencë, nuk është më veç arktim, nuk është më leisure që i thojnë anglisht, po është një shkencë që ndërlidhet me shumë fusha tjera jetësore. Tash, mu i me folë shumë për këta, po du mu fokusu në diçka që po besoj mundet me i him punë tjerve, para se me kalu te ajo që akombohen personalisht. Gjyqtarët, lojtarët, trajnerët e sportit, fizioterapeutët, gazetarët, krejt këta që e kanë përfundum nivelin bachelor, edhe kanë një hurit mirë gjuhës angleze, po ashtu janë pasionant për me studiu, për me kalu në akademi, edhe jo veç në akademi, po në menaxhim të sportit, e kanë mundësin që me shfrytzu një program të jashtëzakonshëm që Seoul National University, Universiteti Nacional Shtetëror i Seulit, i Koreas, më i madhe dhe më i miri në Kore, është Universiteti 29 në botë i rankum, e ofron përmet bursave për me u shkollu në një prej institucioneve më të mira. Tash, qysh kam rritë që kjo bursën e ofron Ministria e Sportit e Kores, në bashkëpunim me një organizat që quhet K-Sport, që është organizat e formume në Kore pas lojrave olimpike të mbajtura në Seul në 88-ën. Kjo organizat është formu në Seul me
te pricat, me paret që kanë tepru prej lojrave olimpike. Pastaj, mënyra se qysh mbahet, qysh menaxhohet dhe qysh financohet kjo organizatë shumë interesante. Gjitha thollat, gjitha mjetet që hyjnë këtu, hyjnë prej basteve. Gjitha bastet që bëhen kori, në secilin sport. Në futboll, basketboll, ciklizëm, shumë sporte. Mblidhen bashkë dhe reinvestohen në sport. Krejt paret ka me shku në sport. Shteti reinveston në sport përmes KSPOS dhe një pjesë e investimit shkon edhe në shkollim ose në bursa për vende në zhvillim. Pra duhet me cek që bursat janë të specifikume për vende në zhvillim, ku hyn edhe Kosova, po që ka dhe vende të 5 kontinenteve ndryshme, kështu që është e jashtëzakonshme me kon pjesë e ligjëratave edhe projekteve, udhëtimeve, laboratoreve të ndryshme sportive në Seul, në udhëheqjen e profesorëve si Alan Abrahamson, që është zgjedhur 2 herë gazetari më i mirë i vitit në botë për sport. Pastaj profesor cilët për shembull në KAS, profesori Dolf Segar, që është avokat, ish avokati i Ajaxit, avokati Andre Onanas, pra njerëz cilët në sport kanë arrit maksimumin, ose mos të flas për profesor tjerë në pjesën e lojrave olimpike, cilët në akademian për me të parit shumë. E ke po edhe një tëmë kështu kanë tjetër, e the e ke këshu nështë një lojë, ke komentu, ke marrë informacione, po edhe ke dëgju që shmërën me organizu të na, të pak të një klub, një skuadër, ose edhe një ndeshje ku ka shumë lëshime, po e ke po një kanë tjetër, për këtyre mësimeve që i ke marrë lartë, dhe më thonë se taman qysh kompletohet një ndeshje. Na kena kështu nështë në ekran, s'na ka interesuar, kena pas daljen, e ke komentu kry loja, ke bu një intervistë dhe ke shku në zyre, ose ka përfundu dita e punës, dhe më thonë. A është kjo një sen që ta ka hapë, dhe më thonë shumë, me thonë, vizionin për... Definitivisht hapë shumë horizonte dhe të shtin me mendu se qysh shumë hall ka duhet me funksionu, për me funksionu një event në total. Një prej landëve të para cilat më ka shti me mendu për këtë punë është organizimi i eventeve, që atje u ligjëru prej një profesoreshe me nam në organizim të lojrave olimpike, që është pjesë e komiteteve organizative në lojra olimpike prej 96-ës, pra sa lojra olimpike po i bjen, është Lisa Hinson nga Australia, edhe ajo ka shku në mënyrë detajume në secilin etapë të organizimit, dhe në prej planifikimit të ekzekutimi e eventit edhe post-eventi. Do me thonë, pastaj ato normal ndahen edhe në faza halamat detajume, edhe po, është e vërtet që të shtin me menu në mënyrë kritike rreth eventeve, të shtin me i pa pak ma ndryshe, pastaj edhe normalisht ti reflekton edhe për organizimin që bëhet në përgjithësi i sportit në Kosovë. Reflekton edhe mbi organizimin e federatave, mbi organizimin e klubeve, ligave, edhe mundosh me i bë dallimet mandej mes ligave private, ligave cilat janë të organizume prej federatave, cilat janë të organizume prej shteteve. Është realisht një prej saneve që mas shumë ti ndashta më kanë ndihmu me pa ndryshe sporti. Po çka mas shumë ti kom ndryshu, nashta kështu personalisht, kom ndryshu në atë se si shoh lojrat olimpike. Tash me u bë krejt i sinqert, pavarësisht faktit që unë kom pas vlerësim edhe kështu admirim të jashtëzakonshëm për arritjet e judos në lojra olimpike. Lojrat olimpike kom pasi një event që gjatë verës shpesh eklipsohet edhe prej kampionateve botërore kur qëllojnë të njëjtën periudhë, po edhe jo të shikueshme. Edhe
realisht ka pasur rënje çikushmërisë. Veç disa disiplina që si vrau. Sidomos në lojrat që u mbajtën gjatë Covid, në gjatë periudhës së pandemisë, po. Ato edhe kanë dalë me humbje në Japoni. Po çka më ka bu përshtypje pra është që mënyra se qysh në Azi shikohet një sukses olimpik. E që të na nuk e ka rëndësinë e njëjtë. Po flas për një komunitet të sportit që nuk është se ka shumë kështu admirim për disa sporte. Ose për një pjesë publikut që nuk i sheh shumicën e sporteve olimpike, po i sheh kryesisht basketbollin, futbollin, handbollin, notin, ndaj atletikën, ndaj gartë madhe. Po edhe ping-pongu, edhe fencing, edhe skerma. Edhe disa sporte të cilat të na nuk është që kanë shumë vëmendje, për shembull shigjetaria, ose shejtaria, ose s'po di. Atje shikohen me shumë interes edhe një sukses eventual për ty si shtet do të thotë shumë. Është një farë promovimi jashtëzakonshëm që ti nuk ja din vlerën pa e pa prej afër. Atje e sheh sa është e rëndësishme që ti ke pas suksesin judo. Më kujtohet në një prej landëve kryesore, është landa për ligj sportit, vjen profesori edhe qëllon ish judist. Edhe normal, e kena pas detyrë me u prezentu te profesorat. Edhe në momentin që prezentona që jam i Kosovës, ai më një herë u ma përmend Majlinda Kelmendin. Kjo është për të tjerë është interesant. Kur i sheti reagimet e njerëzve të tjerë, profesori që po vjen prej Zvicrës, në këtë rast ka qenë profesori, vjen edhe ty ta përmend një sportiste të shtetit tonë që asnjë shtet tjetër aty, pavarësisht që kanë pas sportistë me nam, nuk është që ju përmend. Tash, pak edhe u lirë, ka qenë pak rastësi, po që mos e kish fitu medalën se kështë di. Imagjino, tash, në Seul, 8.000 kilometra larg Kosovës. Është tepër e rëndësishme. Edhe unë po kthejnë ati që ajo që thash, do me thonë, ja kom kuptu rëndësin sporteve të tjera në promovimin e shtetit, në imazhin tonë. Kanë një rëndësi jashtëzakonisht madhe. Edhe është e rëndësishme që këtu me u përmend dhe me u nënvizu që secili sport e ka atë vendin e vet. Pavarësisht, tash fakte janë që si futbolli nuk qyret asnjë sport në botë. Si basketbolli nuk mundet më pa ashta sportet e tjera ose po kjo është ç'po thotë është edhe marketingu. Po besoj që është edhe një shtytje për me investu pak edhe me u kthy pak edhe disa sporteve tjera, sepse besoj që ka njerëz cilët nashta kur s'kan menduar që dojnë me u marrë me sport, po derisa kanë rënë sportin e caktuar, sportin e duhur për karakterin e tyre, për personalitetin e tyre, mandej ka ndryshu gjithçka. Ma mërmenja që duhet edhe pak me pas dhe farë programe që shmja prezentu se që saktësisht, absolutisht po. Këto janë sportet cilat na i shumë gjithë dhe pa mëne për flasëm për futbolin, basketbolin, hajde themi handbollin ose volejbollin që jo për vajza. Sportet tjera nuk kanë jo veç promovim, por nuk e dinë njerëzit për shembull që është edhe do të miliet ma mërmenja edhe me histori e me dosane interesante që me thonë hajde provohet pak të një sport. Lart edhe pse nështë adeshta fillim me fol për dosane tjera, po vazhdojnë ashtu sepse Kosovën po e pret një event shumë i rëndësishëm. Atë paktën e dim që zyrtarisht kam qenë 2030-ën lojrat mesdhetare. Ti e ke po në fakt edhe në praktikë dhe në teori që ke studiu edhe din rëndësinë. Realisht edhe njerëz rreth sportit kom pikpyetjet e mia e din edhe nuk e din. Disa e din, disa nuk e din. Këtu përfshi edhe më mërmenja edhe kastën politike, e cila është duke luajtur pak lojën e tenisit dhe ping-pongut, në kuptimin që nuk është bo hala ende një kaci nuk është hedhë që me thonë prej shtujt për janisim me investu në lojrat mesdhetare, cilat na doken që është larë, po janë shumë shpejt na vinë. Pra, që ka përdu me të vetën e lartë, në dy kuptime du me të pytë. Edhe si
si gazetar, por edhe këtë pjesën tash që e ke pa me një sy tjetër lojrat olimpike që janë mesatarët janë ndoshta cikli i tretë ose rrethi i tretë i lojrave të rëndësishme sportive, a jeni aty a ditë rëndësinë sepse nuk jemi tu lëviz kur gjë. Do të thonë nuk besoj që nuk besoj, edhe jam shumë kundër që këto interesat politike me u pudh këtu edhe mos me pas na ecuri sepse jemi duke shkuar domthonë në mesin e muaj, në mesin e vitit 2025 e s'kemi pas asgjë. Për informatave që unë i kam ose të paktën ato që janë në media dihen, është që është ndalë deri diku ky procesi i formimit të komitetit organizativ të lojrave mesdhetare që normalisht përfshin edhe duhet me përfshi ekspert profesionist në shumë fusha, po në veçanti në sport, për shkak të çështjeve politike, për shkak të ligjit për lojrat mesdhetare që ka përfunduar në gjykatë kushtetuese. Edhe normalisht që kjo pastaj i vën rrezik lojrat mesdhetare si event në total, se ti e përmende 2030-a që po thuti nesër është. Nesër është për ata që duhet me fillu punën sot për me organizuar të lojra. Edhe absolutisht është shumë e rëndësishme që të bëhet një farë zhbllokimi politik e që të filloj organizimi profesional, sepse ndonse nuk është një mega event. Nuk konsiderohet mega event, po, nuk lojrat, sepse mega event nuk janë lojrat mesdhetare, mega event është e përmend edhe ti. Po për neve, për neve është mega event. Pikërisht, është duhet më ndërlidh veç diçka valart. E di sepse kam qenë edhe vet në Split, kur në marrë herën e fundit lojrat mesdhetare në Ballkan, kanë trashëguar, domethënë infrastrukturë sportive të jashtëzakonshme, edhe qyteti i Splitit njihet si një qytet që është i sportit. Realisht i sportit më shumë ujor sepse kanë edhe detin, po kanë edhe një kampion të Wimbledonit, kanë edhe futbollista, kanë një ekip të jashtëzakonshëm, kanë në stadiumin cilin e kanë trashëguar. Pra, për neve si Kosovë, si vend i vogël që folëm paraprakisht me krahasu për shembull me Koren, për neve është tamam lojrat edhe lojrat. Është mega event. Për neve është mega event. Po e bona vetë si parantezë me dalte ajo që është as informacion për ata që edhe nuk e din, ndohen eventet sportive, ndohen eventet vogla, eventet mesme, evente të mëdha të mesme, mega evente. Ky është event i madh. Për neve mirë the, është mega event sepse është eventi më i madh në historinë e sportit të Kosovës. Dhe çka e bën hala më mega event është fakti që Kosova ka nevojë për organizim të eventeve sepse nuk organizon shumë. Ndonse në 2 vitet e fundit u shtu numri eventeve që organizohen. Po janë kështu të vogla, me një cikël 3-4 ditë. Po kanë filluar disa kampionate evropiane për trinj, në sporte ndryshme, në konkurrencën e femnave. Janë të ciklet vogla lart, se në 3-4 ditë kjo ka më qenë 2 Kjo nuk krahasohet me asnjë event që u majt në Kosovë. Edhe është një event multisportiv. Domethënë, nuk është një event për një sport caktuar, por është diçka më duket. Janë disa sporte. Janë më shumë se 20 sporte. Edhe vinë njerëz nga 3 kontinente ndryshme. Mbi 10.000 sportistë afërsisht. Po flasim për më shumë se 10.000 sportistë, familjarë të sportistëve, shumë njerëz që do të vinë në Kosovë brenda një periudhe të shkurtë, dhe që do të ndikoj edhe në promovimin e shtetit, edhe në rritjen e ekonomisë, turizmit, në shumë dimensione jetësore. Pra është tepër i rëndësishëm për Kosovën. E përmendim një send tjetër që është legacy, që është kjo pjesa e trashëgimisë së objekteve sportive, që është po besoj edhe që ajo që e ka shty këtë establishmentin, këtë strukturën e sportit në Kosovë, të fillu prej Komitetit Olimpik, Ministrisë Sportit dhe Komunës. E kena mujt Portugalin, para me ne. E kena mujt me, mos me qenë pjesë ngarë, sepse Portugalia normal që ne kishë marrë këtë në gjarë. Është e vërtet. Edhe është hera e parë që lojrat mesdhetare bëhen në 2 shtete në një farë formë, sepse është e përshme, edhe në një shtet që nuk ka... Sepse ka disiplina ditë, do më thonë, kena thuj krejt pritshmëritë, barierat e mundshme. Po prapë nuk jemi, do më thonë... Po besoj që tash lojrat mesdhetare bëjnë presion edhe te institucionet, edhe te organizatorët, te na në këtë rast, për një organizim të mirë edhe normalisht që do të ketë edhe
kontrollet ndryshme ose raportet të progresit drejt organizimit lojrave. Njerë faqet janë të bardha. Për momentin po, është komplet bardhë, nuk është dasht me qenë bardhë. Normalisht bilet paktën po. Të paktën ai ekipi që duhet me u marrë me lojrat mesdhetare është dasht me qenë i formum tash. Patjetër. Unë lartë për ndërprej e kom kontaktu të tëria palët, po edhe ata domethënë në stilin e ping-pongut ose në stilin e asaj si në komun, shkon herë te ky, tani të çanaj te ky, tani prapë te ky tjetri, nuk janë aktualisht të gatshëm për me bu domethënë një përgjigje me ditë ku jena të shku, edhe çka po ndodh. Ndërprejva për me ndërlidh pak edhe një pyetje. Ku vendi e limo lojrat mesdhetare. Pikërisht. Çfarë do me thonë, okay, pe loj manash dhe po diskutojmë që kalojnë këto probleme të cilat janë për mu shumë banale, por gjithsesi na vijnë kapacitetet ndryshme. Kur them kapacitete ndryshme, ndoshta këto ndërtimet kanë më kry. Po, human resource është diçka që duhet me u nis prej tash, domethënë, njerëz që dinë menaxhiment sportiv, po njerëz që kanë më përkujdes edhe për media, kanë më për atashe, që kanë më përkujdes për ekipe ndryshme. Domethënë, te kjo pjesë, a mundemi që të paktën diçka me nis apo krejt ndërlidhet deri sosial për ta drita gjelbër. Mundet me fillu. Atë se do të një trajnim ndryshe për njerëz, sepse kemi disa ish sportistë që mirën për shkakun federata ndryshme, siç kjo punë me pritje, me atashe, me themi host, me kprica etj, por këto janë më shumë shoqënore, atë nuk është që se këto besoj që janë me protokolla në besoj që çka mundet me u bë, çka unë shoh që mundet me u bë tash, sepse nuk mundet me u bë diçka prej komitetit organizativ përderisa s'ka. Normal. Po çka mundet me u bë, ne kemi federatat ekzistuese të cilat e dinë që sportet e tyre, të cilat ata i përfaqësojnë, do të jenë pjesë e lojrave mesdhetare, tashmë kemi pa që janë shtu edhe sporti futsallit mos gaboj fundi. Pra, këta e dinë që në një formë apo tjetër do të jenë pjesëmarrës në lojra mesdhetare në mënyrë direkte. Dhe patjetër që secila federat ka njerëz brenda, të cilët kryejnë punë të përditshme në raport me sportin e tyre. Gjithsesi, këta munden me u trajnu në raport me një event multisportiv. Patjetër që munden prapë me vazhdu, ne përmenda në fillim atë pjesën e programeve akademike, të cilat ty taftësojnë për këtë punë, edhe këta mujnë me ofru edhe bursa për punëtorët e tyne, në mënyrë që me pas dijenit zgjerume mbi shumë sene, jo veç sportin respektiv, për shembull futbollin, basketbollin, çfarë di unë. Po është shumë e rëndësishme që këta tash me pas një farë trajnimi pak më zgjerum, me ditë se që shkon bashkëpunimi edhe me policinë, edhe me mediat, edhe me zjarë fiksit, po në dimenzionin e lojrave mesdhetare, në dimenzionin e një eventi protokollar, po lasëm. Pikërisht, protokollar, absolutisht, sepse këto i bojnë në përditshmërinë e tyre. Nuk fillon një ndeshje futbolli pa u marrë vesh me policinë, pa u marrë vesh me. Po këto nuk janë njësoj në event multisportiv. Për shkak se shkojnë përmes komisioneve të ndryshme, cilat janë pjesë e komitetit organizativ. Edhe çka shumë e rëndësishme është edhe komunikimi. Domethënë një prej gjërave kryesore në organizim ose në menaxhim sportiv është komunikimi mes dikasterëve të ndryshme të organizimit. Është sa më i lehtësuar, sa më i butë është ky komunikim, çaq më lehtë bëhet organizimi. Një gjë tjetër është edhe me i ditë kompetencat e tyre. Po besoj që ka njerëz cilët din në praktik me vepru, nashta ma pak ka njohuri teorike mbi atë se si funksionon, po që munden me u aftësu sepse ka kohë për me u aftësu. Edhe besoj që Kosova ndonë se ka mungesë të resurseve humane, ka shumë potencial për trajnimin edhe ushtrimin e njerëzve cilët janë të pasionuar. Pasioni e bën shumë atlet këtë farë pune. E bën shumë atlet këtë farë pune. Edhe mendoj që kemi kohë edhe pak, po që duhet me urgjencë me u trajtu, duhet me urgjencë me u trajtu kjo punë, edhe
lëshimet që bohen në sportin vendor nuk guxojnë me na ndodh në një event tillë. Nuk guxojnë sepse me njëherë janë marketing i keq, me njëherë janë marketing i keq, se dia ekziston, po me njëherë janë reklame keqe për review e keqe, bravo. Në far është më mërmendje që duke ditë edhe kapacitetin tonë shtetit kanë më nanajt gati, po duhet çto hapat me te kalu edhe çto burokracit jam shumë i bindur që kishim më shku me hapa pak më shpejt, po gjithsesi edhe për moment lart na bjen edhe me fol si nar për kuptimin sepse nuk e dim edhe situatën e cila po ndodh në aspektin politik që është themi ajo damari për më vazhdu pastaj punë tjera që për mua shumë e rëndësishme është kjo punë sepse jo më ashtu 24 orë jetoj me pjesën e sportit. Mirë, Learti për ndryshe, po kalojmë diçka tjetër, kur ka një zhvillim tjetër më përmend që kemi diskutuar prap. Learti që thash është edhe fansi i Liverpoolit, ja uroj titullin 20 ekipit të Liverpoolit. Në edicion i mirë që ka mujt ndoshta më përfunduar edhe më shumë trofe, po gjithsesi diçka e mirë që qysh në sezonin e parë në trajner si Arne Slot e sjell titullin 20, edhe yllin e dytë po më mërmendje në Fanils dia kanë anglisht. Nuk kanë se fora. Jo, si bujnë këto hiç. Veç numrin titull. Tash edhe më shumë po mirë në këtë pjesën se çysh po duket emblema, në këtë pjesa dizajnit emblemës së sa që po koncentrohen te yjet, janë pak demode kështu yjet në Angli. Gjithsesi Mush nuk mbjen shpesh me fol për Liverpoolin kështu si fans. Kom fol shumë, po kom fol si profesionist dhe u dasht me u ndapi kësaj pjesës fansit. Ta kena të zhvesh. Po patjetër tash ajo dihet, unë nuk është që nuk kem shef kërkun në botë, nuk është diçka, nëse je profesionist i mirë din me u ndapre asaj pune. E kom përcjell edhe ata sa kom mujt, se nuk është që kom mujt këtë sezon me përcjell sa e kom përcjell sezonet kalume, patjetër që pjesë social media në momentin që diçka bëhet, ka zhvillime. E ki lajmin në dorë. Lajmin e ki në dorë, tash nuk është më vështirë me u informu kudo që je. Arne Slot i ka befasu krejt, edhe në Angli, kërkush nuk ka prit që Liverpooli ka me qenë kampion. Po besoj është merit e një trashëgimie të një ekipi që ja kalon në mënyrë fantastike Jurgen Klopp. Sot 32 pikë aktualisht. 94 është çka mundet me mri në fund. Po edhe me 90 sa ka qenë 97. Edhe së në shpall me 97 ka përfundu në vend dytë. Po që Klopp edhe stafi, pjesa tjetër e menaxhmentit kanë vepruar jashtëzakonisht mirë kur para 2 verave kanë ndryshuar komplet mes fushën edhe kanë investu në disa pozicione caktume, kanë sjell 3 mesfushor, 4 mesfushor 3 faktikisht me Endon që është si zavendësues, pastaj ndryshimet që janë bërë në fazën e sulmit, ai inkorporimi i Diazit me kohë. Darwin Nunez si një lojtar që nuk është që ka shkëlqy, po e ka kriju një grup, një atë Liverpoolin 2.0 që e quj ke Kloppi. Edhe çka kanë bo mas miri, ai nuk është që kanë bo një farë transferi gjatë verës, po transferi ma i mirë që shu përmen edhe në Angli, nuk e di saktësisht kush e tha, po ka qenë Arne Slot. Edhe Arne Slot nuk është që ka ardhur me një farë buje, sepse ka ardhur prej një lige si Liga e Holandës, edhe ka ardhur prej një klubi si Feyenoordit, që me gjithë respektin nuk qëndron në atë stadin e klubeve si që janë Barcelona ose klubet e top 5 ligave. Në Holandë se Ajax është kryesori. Pikërisht. Edhe Kloppi kur ka ardhur për një klub i më të madh si Dortmundi. Edhe është shumë e rëndësishme se qysh Liverpooli funksionon tash edhe një kohë. Sidomos tash me kthimin e Michael Edwards, që është drejtori i klubit. Liverpooli e bazon shumë menaxhimin e klubit në të dhëna, në data. Dhe kanë shumë rëndësi këto në përzgjedhjen e njerëzve. Pa diskutim. Sidomos për Michael Edwards, që është i manjak i kësaj pune. Po ashtu çka sheh shumë të rëndësishme te menaxherët që i merr, nuk është vetëm stili i lojës, është edhe karakteri dhe personaliteti i tyre. Edhe nga ato deklaratat e fundit që i kom pa, çka ka qenë shumë e rëndësishme për Arne Slot me qenë pjesë e Liverpoolit, ka qenë personaliteti i tij i qetë dhe aftësia e tij me menaxhu me situata të jo të lehta, ndezuna. Ai ka pas sukses të jashtëzakonshëm me marr titullin PSV-s edhe Ajaxit në Holland, nuk është as pak e lehtë. E dim të gjithë sa vështirë është dhe sa rrallë bëhet.
Edhe mënyra si që ka luajt Feyenoordi ka qenë shumë e bukur për sy. Tash skepticizmi, ka ardhur prej asaj pjesës që ka ardhur prej Feyenoordit pa më bum. Po mendoj që ka shumë merit Arne Slot për mos më u zgjat këtë pjesë. Pastaj unë jam shumë pozitiv edhe për verën që po vjen, sepse po thuhet që ka me u investu në klub. Mos harrojmë që në Ligën e Kampionëve penalltit nuk ja lejun kalimin tutje. Ndonë se Paris Saint-Germain pati paraqitje më të mirë se Liverpooli. Liverpooli është në periudhën e vet nashta më të mirë. Po më kujtohet viti 2010 me Roy Hodgson se adin që kanë qenë ato memet, ato hajgaret. Po formacionet apo? Po formacioni po që Liverpooli një kohë atëherë kur edhe u shkarku Hodgson ka qenë pjesën e 2 tabelës që është Manchester United tash. Edhe njerëz të ktheshin tabelën mrapsht Atë s'ka ekzistuar iPhone nëse ki iPhone nëse jo s'ka ekzistuar. 2010-a. Edhe ktheshin tabelën mrapsht. Tash është Manchesteri për cilin po duhet me pas telefonin. Edhe për tifozët e Liverpoolit për shkak të rivalitetit kjo është shumë e rëndësishme. Tani kur i sheh Evertonin, Tottenhamin edhe Manchester United në pjesën e fundit të tabelës dhe ti je vet kampion. Pastaj pam edhe ato festimet ke hera e parë që u fitu para tifozëve mas sa vjetëve. Speciale, definitivisht speciale. Më ka met pak marak që nuk kom qenë në stadium në njën për ndeshjeve që të sezon, po që... Sezon nashëm. Kale. Sezon nashëm. Mirë, le ardhë edhe për fund, por jo për nga rëndësia, po flasim pak edhe për Superligën e Kosovës, që realisht me shumë gjas edhe pse kam bet edhe disa xhiro për me u lujt, realisht edhe 5 xhiro duke përfshirë këtu edhe finalin e kupës. Drita është duke marshu drejt titullit kampion, definitivisht ka bo paraqitjet më të mira gjatë këtij sezoni për dallim prej skuadrave tjera. Prej fillimit të sezonit kur i ke po edhe transferet të tjera që kanë ndodhur organizimi, a ka qenë e pritshme që kjo tabelë që po e shohim për momentin, pra Drita, Ballkani, Malisheva, pastaj vazhdojnë Feriza që në pjesën e dytë të sezonit ka bu ose këtë pjesën e dytë kampionat ka bu një paraqitje shumë të mirë, edhe pastaj vazhdon tabela deri tek 2 skuadrat e fundit që është Soareka dhe Ferenikeli 74, Soareka me një bujt madhe hyri, po është në pozitën e cila dërgon një nivel më poshtë. Për Dritën që do t'jetë në njërën prej 2 pozitave të para, po besoj jo veçën, po edhe një pjesë e madhe e opinionit sportiv e kam prit që do t'jetë për shkak të vazhdimësisë edhe organizative, po edhe në ekipin që e ka, edhe për faktin që ka një trajner të jashtëzakonshëm si Zekiria Ramadani që është tregu që është një ekspert i Superligës tonë. Pastaj Ballkani nuk mendoj që është ndonjë rënje e madhe, as e papritur shumë për shkak të faktit se ka bën një ndrim gjenerate. Edhe përfundosh në vendin e dytë, që po besoj që do të përfundoj në vendin e dytë, mas 3 viteve kampion, nuk është diçka tragjike. Do t'jetë prapë në Evropë, mos harrojmë sukseset që i ka pas Ballkani në ngarat evropiane, kanë qenë sukseset të jashtëzakonshme, të cilat nuk i ka arrit dikush tjetër. Ndonë se tash me shtimin apetitit po besoj që gjithë kampionët, po them minimalisht gjithë kampionët do të synojnë të jenë pjesë e grupeve në Conference League, sepse kam pa që është e mundshme. Është reale, nuk është diçka që nuk arrihet. Bodo Glimt, skuadër që Prishtina ka luajt edhe kam poshtë, realisht në njërin prej ndeshjeve para disa viteve. Tash është në gjysmëfinale dhe do të luajë me Tottenhamin. Domethënë është shkon deri në gjysmëfinale të Europa Ligës. Pra nëse Bodo Glimt ka arrit me një organizim, sepse nuk është edhe qytet i madh, është diçka që Jona e ligë e jashtëzakonshme që nuk mundet me u arrit për nga niveli, besoj që edhe klubet tona kanë mundësi. Thjesht që kjo vazhdimësia në organizim është shumë e rëndësishme. Çka ka pas edhe çka ka qenë një fart tipari jo fort pozitiv i klubeve tona ka qenë ky demotivimi, ky zhgënjimi prej mos arritjes një suksesi një sezon edhe mandej ndryshimit. Kosovë ki dhe ekipe që të shkojnë për titull. Kërkas ki tjetër nga. Shkon e bën kronik 10 aty na për titull, a den. Në fillim sezonës ka pas. Flasim për gosht. Po. Sa ne nuk e di a shkojnë me këtë idenë që po thojmë për titull që edhe me ra bim nashta ma poshtë, adin se me luftu për mbijetesë mos po bim krejt. Qa është problem? Adin, po gjithsesi, po menoj që
Superliga i ka shumë elemente të mira. Kryesisht individuale, po ka edhe organizim të mirë, siç është rasti i Dritës. Edhe rasti i disa klubeve të tjera. Sidoqoftë, si ligë, si vjet shihet që ka rënje në shikueshmëri. Ka rënje në organizim të brendshëm, po mendoj që ka rënje edhe në fokus edhe interes të Federatës Futbollit Kosovës në promovimin e ligës në nivelin që liga tjetë ndoshta një prej produkteve kryesore të federatës në sensin që me umbur me ta. Tash, federata është mburë me sukseset e Ballkanit, shumë. Është normale, po, kuptohet. Po me produktin si tërsi, me Superligën si produkt. Nuk e di sa është për me umbur, në sensin se sa kemi arrit, ose sa kemi bo progres, sa kemi bo hapa për para. Edhe këtu ka hapësirë për punë, mendoj që mundet me u punu në PR-in e ligës, mundet me u punu në regulativën e ligës, hala ma shumë, formati është i mirë, po besoj, ju pëlqen një pjesë të madhe të popullatës edhe shikuesve të futbollit që u reduktuan në 10 klube, edhe ka ndeshje të shpeshta, ka ndeshje të forta, ka competitive balance, ajo balanca në kompeticion që është shumë e rëndësi, pra i kemi klubet si Prishtina edhe Dugagjini që janë vendet 6 dhe 7, faktisht Prishtina dhe Llapi dashta me thonë që janë poshtë, po që 6 dhe 7 po janë finalet kupës Kosovës. Kjo kallëzon për një balancë në kompeticion në kualitet, po në anën tjetër nuk ka vëmendjen e duhur, nuk koncentrohet puna e federatës më shumë në ligë, është e koncentruar më tepër ndoshta në këtë pjesën e kombëtarës, edhe në këto politikat e brendshme organizative, se sa që është e koncentruar në Superligë, ose të paktën kështu e kom pa. Ka zhvillime, është u bë, sa e diun, vetë prodhimi i ndeshjeve mediatikisht nga federata, ka disa hapa, normalisht ka pas edhe investime me inkorporimin e VAR-it, një prej ligave të para që ka fut VAR-in, ka pas hapa shumë të mirë, po gjithsesi nuk mjaftojnë edhe duhet me u bë në një vazhdimsi, sepse Superliga e Kosovës është një farë barometri i futbollit Kosovës në total. Ndonë se secila ligë, secili nivel ka rëndësi, edhe kombëtarja ka rëndësi, po që bazën e lojtarëve ki pikërisht për ligës. Sakt, Superliga është, po mendoj që është shumë e rëndësishme edhe për ndikimin që e ka te sportet e tjera, mandej, sepse nëse ti është një stadium të mbushur, që rrallë e kemi pa si vjetë, nashta se kemi pa hiq, një stadium komplet të mbushur. Edhe s'kemi ku me mbush. Edhe s'kemi ku me mbush, se s'kemi stadiume, është e vërtetë, edhe kjo, po stadiumi Prishtinës për shembull, nuk është mbush asnjëherë komplet si vjetë. Ftoft është. Jo, realisht ashtu është e vërtetë, edhe jo veç stadiumi Prishtinës, që tham, po është një telashe në futboll në Kosovës, nuk mundesh me arrit ndoshta me gjetë një fush ose një stadium çfarë do kapaciteti që ka ndoshta mbi 3000 shikuese e lartë. Po ti mundesh me bë edhe pa bileta, që është praktik që kam provu shumë klube dhe e bojnë shpesh, e bojnë pa pagesë biletën. Edhe prap nuk është që i josh njerëzit me shku me pa. Edhe kujt i atribuohet kjo? Po besoj që i atribuohet kualitetit lojës, i atribuohet kualitetit organizimit, që aty në dritave që kur dhezën ka pak ma shumë shikus. Pra janë elemente të vogla që në realisht ose të vogla duken, po janë të mëdhaja, cilat kur bashkohen e krijojnë një produkt që është shumë joshës për njerëzit, e pastaj njerëzit të ndihmojnë me investimin e tyne, me riorganizu të njëjtin produkt edhe me ngrit në një nivel tjetër. Ti kur nuk ki njerëz në stadium, o nuk e di edhe sponsor, domethënë shqyqër që kemi ligjin e sponsorizimit që kemi, sepse sponsorët nuk kishin pas interes me dalë reklamat e tyne në për stadiume. Kush ishe? A pishohin njerëz që përshkojnë stadium? A pishet dikush në televizion? Krejt janë të matshme. Po qysh po duket? Ka rënje të shikueshmërisë, interesit njerëzve, edhe kjo është një diçka që, nashta nuk është shumë urgjente, po duhet me u pa me urgjencë.
po menoj unë. Mile prej shtashën është ta më nisë për sezonë në ashëm. Prej tash, edhe jo për sezonë në ashme, po me mendu për një periudhë ma gjatë. Lartë, besoj që diskutum për disa sane shumë interesante, cilat janë sidomos këtë pjesën që diskutum për lojrat mesatare, po besoj që kemi u ritaku pra bashkë me diskutu kur përfundojmë kjo, por edhe për këtë pjesën e dytë për futbollin ton, ma më mendja që kemi po tash është ky pjesa e fundit e sprintit final të lojëve edhe basketball dhe futboll që kemi pasion të dy këto sporte, kështu që ma mërmen që bënëm një muhabet mirë edhe shpresoj që kemi qitë në esendrit. Po besoj që edhe njëherë është ta për fund, është me rëndësi me e cek që gjithë ata njerëz cilët miren me sport aktivisht e kanë profesion gjatë ditës, me synu një farë ngritje personale edhe profesionale, edhe unë jam definitivisht shumë i gatshëm, pavarësisht që për momentin nuk jam aktiv as në media e as në menaxhim sportiv, jam shumë i gatshëm që individave të caktuar, cilët janë të interesuar nashta edhe përmes faktit që jam këtu te ti në Urban FM, me ju ndihmu nëse ka ndaj pyetje ose diçka të vogël që mundet me ja ushtru rrugën për me arrit ose me provu me arrit diçka edhe me përmirësu veten, për mua është tepër e mirëseardhur kur dikush interesohet, s'mundemi me qenë numër një shifror i njerëzve që përfundojmë sport menaxhim Kosovë sepse si dasht me qenë, kështu që duhet me pas klubet patjetër nga një person duhet definitivisht me investu në veti secili fillimisht, edhe pastaj normalisht edhe klubet kanë shumë zgjidhje edhe mënyra se qysh veprojmë sport është pak ma e mendume, është pak ma me vizion edhe mandej po besoj që edhe rezultatet vinë, se s'kanë ku me shku. Edhe shumë faleminderit për veti u knaqa sot. Me fol kështu për sportin në mënyrë konstruktive, definitivisht kohëve të fundit u bo vështirë. Për shkak të hapësirave. Këtu, atë në çfarë zhurmë më nësh me një, veç të klimës atë nalt. S'ka zhurmë ma tjera këtë. Nuk e di, sot mu duk që mora frym kështu, se zakonisht nuk mundesh me marr frym në për studio. Vjen mirë edhe është pjesa që edhe në të paktën mundona që me pru diçka më ndryshe në kuptimin që më jep hapësirë krejta sporteve edhe me diskutu për të mirën e sportit në përgjithësi. Kështu që faleminderit që ishe pjesë e emisionit lartë edhe shpresoj shumë shpejt me të pa dika këtë dieni që ke sjell me qitë edhe në praktik që besoj ka me qenë shumë e mirë për sportin tonë. Unë jam shumë i gatshëm me kontribu edhe bile jam pyet edhe më herët çka don me bo tash, kjo është pyetja e zakonshme, çka don me bo tash. Për mua synimi jam është me kontribu këtu, sepse shoh hapësirë për kontribut. Patjetër, mandej secili njeri ka ambicie të mëdha, ka qef me qenë pjesë e skenave sportive, ndoshta edhe më të mëdha edhe në botë, po që rrugë më të mirë për secilin person që don me pas një karrierë të mirë edhe ndërkombëtare, se sa me fillu prej hapësirës tonë, prej venit tonë, nuk ka. Edhe sidomos për faktin që platforma është çaq e mirë, çaq shumë ka hapësirë, sa që është gjuna mos me kontribu këtu, është humbje. Për mene lojrat mesdhetare, për mene shumë evente, kështu që po besoj që kome u angazhu sa muj, sa di, normalisht me tentimin me mësu edhe me u përmirësu, sepse përmirësimi nuk ndalet kur, pavarësisht çka përfundon, çka bën. Edhe normalisht me kon pjesë e mediave në një formë ose tjetër, po ashtu është një farë pasioni që nuk bën me u humb, kështu që jam shumë i lumtur që ka njerëz në Kosovë, ka gazetar të mirë të sportit, ka profesionista, po që ti është duhet mu bo bashkë edhe duhet me marrë këtë iniciativën edhe duhet mu bashku me u organizu edhe gjithçka do të jetë mirë. Faleminderit shumë jam. Faleminderit. Ishim me Lars Veçlën, kolegun tim, me cilën diskutuam për shumë gjëra, po besoj shumë pozitive që na presin në sportin tonë edhe për arritjet e tij akademike që janë të rralla në fakt, po besoj edhe për moshën e re që ka, por edhe për drejtimin i cili mungon në menaxhment sportiv që e tham në gishta mund me mëru persona që kanë një kualifikim të tillë. Kasoj për këtë interviste do të takojmë pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.